Këshilli Bashkiak i Vlorës në mbledhjen e kësaj të martë diskutoi dhe miratoi një sër projekt vendimesh të rëndësishme. Në këtë mbledhje u diskutua edhe projekt vendimi për dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e Bashkisë së Vlorës për muajin mars 2025, ndërsa pika e dytë e rendit ditës që u miratua ishte ndihma ekonomike nga fondi kushtëzuar për muajin mars 2025, ndërsa pika e tretë ishte një projekt vendim shumë i rëndësishëm që lidhej me miratimin e listës përfundimtare të pjesshme të pronave të pasurive publike shtetërore që transferohen në pronësi ose përdorim të Bashkisë së Vlorës. Ne kemi filluar me objektet shkollore që ka Bashkia e Vlorës, kemi paraqitur formularin përkatës sipas ligjit 2020 që i përket kadastrës, ku janë pasqyruar 51 objekte shkollore, kopshte dhe çerkë. Për çdo objekt ka të dhënat e mësimit me planimetri, plan vendosje e gjendje juridike. Mos i lexuar deri në fund, unë po i paraqes problematikat e paraqitura gjatë këtij procesi. 1. Të gjitha VKM-t që janë të shoqëruara pa plan vendosje, fakt që vështirëson përcaktimin e kufirit të ardhës me fakte. Gjithashtu, në këtë mbledhje u diskutua dhe miratua marrëveshja operacionale ndërmjet Bashkisë së Vlorës dhe shoqatës TID Vlora Modelim B. Në mars të vitit 2024 referuar dhe dispozitave ligjore përkatëse nga shoqata TID është paraqitur propozimi për sa i përket zonës BIT. Zona BIT në kupton përmirësimin e biznesit ose më saktë duke dhënë shërbime shtesë për sa i përket gjitha shërbimeve që ofron bashkia dhe shërbime shtesë duke u referuar pastrimit, ndriçimit, gjelbërimit, si dhe shtesa për sa i përket sigurisë, organizimin e eventeve sociale, kulturore dhe sportive. Në momentin që është në mars 2024 që është paraqitur dhe propozimi është vlerësuar nga ana e bashkisë dhe me këtë këshill ne kemi dhënë autorizimin përkatës. Një tjetër projekt vendimi diskutuar dhe miratuar ishte edhe përcaktimi i përfaqësuesve të Bashkisë së Vlorës në bordet e institucioneve arsimore publike dhe jo publike, ndërsa u miratuan edhe disa pika të tjera të rëndësishme që kishin të bënin me rimbursimin e dëmeve të shkaktuara nga djegja e disa banesave në territorin e Bashkisë së Vlorës. Këshilli Bashkiak i Vlorës i miratoi këto çështje që ishin sociale dhe ekonomike në unanimitet të plot, ndërsa mazhoranca dhe opozita bashkuan votat.